Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot mësimi i shkronjave arabe mbulesa. Mashallah, Allahu të rujt, Allahu të forcoft. Mbulesa, pra për femrën, është një urdhër prej urdhrave të Allahut të lartësuar. I madhi Zot ka urdhëruar në Kur'an që femra të mbulohet. Mashallah, elhamdulillah që ta ka mundësu Allahu pra ta realizosh këtë urdhër, ta zbatosh këtë urdhër të madhit Zot. Allahu të forcoft, Allahu të rujt. Ndërsa mësimi i shkronjave, pra të Kur'anit, arabisht, leximi i Kur'anit, ashtu siç ka zbrit prej të madhit Zot, patjetër që ka shpërblim të madh. Pra kush e lexon një shkronjë, shpërblehet me 10. Imagjinoje pra të lexosh, të arrish të lexosh krejt Kur'anin, pra mirësi tepër e madhe, Allahu i rujt, Allahu i forcoft, Allahu ja mundësoft çdo të mirë.